miratua sot buxheti i Bashkisë së Elbasanit për vitin 2026 me vlerë 4 miliardë 13 milion lekë në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak për këtë vit. Kryebashkiaku Llatja prezantoi prioritetet kryesore të buxhetit për vitin e ardhshëm. Kemi një rritje me 6% të buxhetit të Bashkisë së Elbasanit, i cili tashmë ka arritur në vlerën e 4 miliardë 13 milion lekë. Buxheti i vitit 2026 ka prioritet kryesor shërbimet publike vendore, një qytet më të pasur, më të ndriçuar, më të sigurt, i cili do të përmirësohet përmes investimeve të programuara në pastrim, ndriçimin publik, mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, varrezave dhe hapësirave publike. Opozita e kritikoi dokumentin duke theksuar se fondet për investime për qytetarët janë të ulta në krahasim me shpenzimet për paga dhe sigurime. Se në këtë buxhet shikohen miliona lekë për paga, zyra, shpenzime operative dhe qindarka për lagjet, fshatra dhe njerëzve në nevojë. Nuk kam parë në këtë buxhet të 2026 një projekt madhor që ta ndryshojë Elbasanin. Vetëm copëza investimesh, sa për propagandë edhe dukje në faqet tuaja të rrjeteve sociale. Rreth 70% e të gjitha shpenzimeve të buxhetit bashkisë në çdo vit shkon për paga dhe sigurime. Ndërkohë që për sa i përket pjesës së shpenzimeve operative dhe investimeve, në çdo fushë të qytetit Elbasanit, në secilin nga këto që juve i keni ndarë me atë emrin e madh që quhen programe, por ato programet nuk janë gjë tjetër veç se rrugë, veç se furnizime me ujë, veç se kanale kulluese, veç se facilitete për arsimin, veç se facilitete për transportin, kanë një shumë mizerabël që i dedikohet. Ndërkohë, këshilltarët e mazhorancës se mbështetën buxhetin e planifikuar dhe kërkuan miratimin e tij. Nderoj një për një të gjithat staf të mrekullueshëm që na mundësun neve këtë lloj debati konstruktive dhe gjithë secilit shpreh dëshirat e veta. Kaq i bukur është ky buxhet dhe kaq i mirë është. Tash më fal lutem. Ti sa herë ta hapësh këtë buxhet, aq herë do gjesh diçka. Ky buxhet tregon qartë se Bashkia Elbasan zgjedh të investojë te njerëzit, te fëmijët, te arsimi, te shkollat dhe te mbrojtja sociale. Ai ndërton një ekuilibër të drejtë mes zhvillimit dhe solidaritetit, mes nevojave të sotme dhe vizionit për të nesërmen. Për këtë arsye, duke vlerësuar rëndësinë e investimeve në shkolla dhe mbështetjen sociale si themelet të një shoqërie më të fortë, e mbështet miratimin e buxhetit dhe ju ftoj të gjithë ta votojmë atë. Faleminderit. Pavarësisht debateve, buxheti u miratua me 26 vota pro, 1 abstenim dhe 9 kundër.